sa është e rëndësishme edhe ne si koleg, ne si shoqëri, familjar, ti mbështesim edhe të dim hapat të duhur për të bërë më të mirën. Personat cilët janë të sprovuar nga kjo sëmundje, ata gjatë trajtimit kanë do të kenë disa kushte pak më ndryshe, do të kenë disa lehtësime në punë, por gjatë gjithë kohës ata mund të marrin trajtimin varësisht të llojit sëmundjes dhe mund të vazhdojnë punën në formë korrekte, të japin kontributin e vet me lehtësimet normale që do t'i ketë, sidomos gjatë fazës intensive të mjekimit, dhe duhet të përkrahen nga familja, nga shoqëria, nga vendi i punës ku janë, sepse janë të barabartë me ne dhe mund të japin kontributin pa asnjë hezitim ose mungesë, ndoshta ndonjëherë edhe më shumë dhe më mirë se sa personat të cilët nuk janë të sprovuar nga kjo sëmundje dhe duhet të vazhdojnë komplet jetën e tyre në mënyrë normale, sidomos edhe ata të cilët e kanë tejkaluar ose janë në ndjekje nga mjeku i vet, dhe t'i shohim si heroj të vërtet gjallë, të cilët janë motiv dhe shpresë për ne që të vazhdojmë ta luftojmë këtë sëmundje.